Shikues të nderuar, Dalpo Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Në tregjet e Gjirokastrës, çmimet e perimeve po rriten në heshtje, por me ritme që po rëndojnë drejt për drejt mbi buxhetet familjare. Ajo që dikur konsiderohej ushqimi bazë, sot po kthehen në një bar gjithnjë më të rëndë për qytetarët, veçanërisht për shtresat më të dobta ekonomike. Në tregjet e Gjirokastrës, çmimet e perimeve po rriten në heshtje, por me ritme që po rëndojnë drejt për drejt mbi buxhetet familjare. Ajo që dikur konsiderohej ushqim bazë, domatet, specat apo patatet, sot po kthehen në një bar gjithnjë më të rëndë për qytetarët, veçanërisht për shtresat më të dobta. Nga fusha në treg, pse po rriten çmimet? Një nga faktorët më të drejt për drejt është rritja e kostos së transportit. Sipas raportimeve në terren, çmimet e frutaperimeve në Gjirokastër janë rritur si besojë shtrëngtimit të karburantit, duke ndikuar në zinxhirin nga prodhimi deri tek shitja me pakicë. Por ky është vetëm fillimi. Një analizë më e thellë tregon se problemi është strukturor. Rënja e prodhimit vendas, dëmtimet nga moti, ngritësat në muajt e vdimrit dhe mungesa e mbështetjes nga ana e qeverisë shqiptare kanë ulur prodhimin në disa kultura. Rritja e importeve, zërzavat e importuara po dominojnë tregun dhe shpesh vinë me kosto më të larta. Zinxhiri i ndërmjetësve, diferenca mes çmimit në shumicë dhe atij në pakicë arrin deri në 80 apo 90%. Në tregun lokal, për shembull, domatja mund të blihet me 130 lekë kilogrami në shumicë, por në pakicë arrin deri në 280 apo 300 lekë kilogrami, ndërkohë produktet e tjera mund të shkojnë edhe më shtrenjtë. Gjirokastra është e goditur se zonat prodhuese, ndryshe nga zonat si Fierja apo Lushnja që prodhojnë masivisht, në qytete si Gjirokastra varen më shumë nga furnizimi. Kjo i ekspozon çmimet edhe më të larta, pasi kostot e transportit dhe ndërmjetësimit shtohen në çdo hallk. Madje të dhënat tregojnë se produktet bazë si patatet apo lakrat mund të jenë deri në 50% më të shtrenjta në skelet e vendit krahasuar me zonat prodhuese. Rritja e çmimeve nuk është thjesht statistik, në terren ajo përkthehet në kufizim të konsumit. Pensionistët dhe familjet me të ardhurat të ulta janë më të prekurit, duke reduktuar blerjet ose duke kaluar në produkte më të lira dhe më pak ushqyese. Pyetja që lind është, a funksionon tregu sipas rregullave? A janë të justifikuara marzhet e larta? A ka kontroll mbi ndërmjetësit? Përse fermeri shet lirë ndërsa qytetari blen shtrenjtë? Mungesa e transparencës në zinxhirin e furnizimit mbetet nga problemet më të mëdha, ndërkohë që çmimet në burim mbeten relativisht të ulta. Konsumatori final paguan shumë fish. Nëse trendi aktual vijon, çmimet e perimeve në Gjirokastër pritet të mbeten të larta, sidomos jashtë sezonit dhe në periudha krize. Zgjidhjet kërkojnë ndërhyrje në disa drejtime: mbështetje reale për fermerët vendas, ulje të kostove të prodhimit dhe transportit, si dhe kontroll më të fortë të tregut dhe ndërmjetësve. Rritja e çmimeve të perimeve nuk është thjesht pasojë e tregut, është treguesi i një sistemi që nuk funksionon siç duhet. Nga fushat e tavolina, diferenca po paguhet nga qytetari. Në Gjirokastër, qytetin e mbrojtur nga UNESCO dhe njohur për vlerat e tij historike e kulturore, një fenomen shqetësues po rrezikon seriozisht shëndetin e banorëve dhe imazhin e këtij qyteti muze. Në mes të lagjeve të banuara, digjen goma duke çliruar se si të mëdha atymi toksik, po përveç tyre edhe mbeturina të ndryshme, duke përhapur një erë të rëndë byse në të gjithë zonën. Pamjet vijnë nga zona e Gërhotit, aty ku ky fenomen ndodh pothuajse përditë, ndërsa jashtë kamerave banorët raportojnë vështirësi në frymarrje apo shqetësime për shëndetin, si dhe ndjesi të vazhdueshme pa sigurie për pasojat e fatgjata që kjo ndotje mund të sjellë. Situata paraqitet shqetësuese pasi ndotja e ajrit nga djegja e gomave dhe substancave të tjera përban elemente të rrezikshëm që ndikojnë drejt për drejt në sistemi respirator dhe mjedisim përreth. Pavarësisht kësaj, institucionet përgjegjëse kanë heshtur prej kohësh pa marrë asnjë masë konkrete për dalimin e këtij fenomeni shqetësues. Mungesa e reagimit nga organet kompetente jo vetëm që rrezikon shëndetin publik, por dëmton rënd dhe imazhin e Gjirokastrës si një destinacion turistik dhe trashëgimi botërore. Ndërkohë qytetarët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme për të parandaluar të ndotje skandaloze dhe për të rikthyer sigurinë në zonat e tyre të banimit. Rënja e euros në Shqipëri nuk është më një fenomen i përkohshëm, por një trend i zgjatur që po ndikon drejt për drejt në ekonominë dhe xhepat e qytetarëve. Kursi i këmbimit ka shënuar dobësim të vazhdueshëm duke ngritur pikpyetje të forta mbi shkaqjet reale dhe pasojat e fatgjata, si dhe për sa i përket ndërhyrjes së Bankës së Shqipërisë.
Rënja e euros në Shqipëri nuk është një fenomen i përkohshëm, por një trend i zgjatur që po ndikon drejt për drejt ekonominë dhe xhepet e qytetarëve shqiptar. Kursi i këmbimit ka shënuar dobësim të vazhdueshëm duke ngritur pikpyetje të forta mbi shkaqjet reale dhe pasojat e fatgjata. Përse po bie euro? Një ndër faktorët kryesorë është hyrja masive e valutës në vend. Turizmi ka shpërthyer vitet e fundit duke sjellë miliarda euro në ekonomi. Bashkë me të, remitancat nga emigrantët dhe investimet e huaja kanë rritur ofertën e euros në treg. Kur ka shumë euro në qarkullim dhe kërkesa nuk rritet në të njëjtin ritëm, vlera e saj bie. Nga ana tjetër, përdorimi i lekut në ekonominë e brendshme është forcuar. Politikat e Bankës së Shqipërisë kanë synuar de-euroizimin, duke nxitur kreditimin dhe transaksionet në monedën vendase. Një element tjetër që nuk mund të anashkalohet është ekonomia informale. Paratë që hyn jashtë kanaleve zyrtare përmes sektorëve si ndërtimi apo aktivitetet e padeklaruara rrisin artificialisht ofertën e euros, duke ushtruar presion për uljen e kursit. Por kush fiton dhe kush humbet? Rënja e euros krijon fitues dhe humbës. Importuesit përfitojnë pasi blejnë më lirë mëndra nga jashtë. Qytetarët që marrin paga në lekë kanë një fuqi më të madhe blerëse për produktet e importuara, por eksportuesit goditen rënd, pasi të ardhurat e tyre në euro vlen më pak në lekë. Familjet që jetojnë me remitanca ndjejnë ulje reale të ardhurave. Në thelb, ekonomia shqiptare bëhet më pak konkurruese në tregjet ndërkombëtare, por a ka ndërhyrje në treg? Ka dyshime të vazhdueshme nëse tregu i këmbimit është plotësisht i lirë. Ekspertë ekonomistë ngran shqetësimin se ndërhyrjet indirekte apo mungesa e transparencës në disa sektor mund të ndikojnë në zhvlerësimin e euros më shumë se sa faktorët natyralë të tregut. Megjithatë, Banka e Shqipërisë ka deklaruar se kursi është i lirë dhe reflekton kërkesë ofertën reale. Çfarë pritet në të ardhmen? Nëse trendi aktual vijon, euro mund të mbetet e dobët edhe në vitet e ardhshme, sidomos përgjatë sezonit turistik ku hyrjet valutore rriten ndjeshëm. Por ka disa skenar. Nëse ekonomia europiane forcohet, euro mund të rimarrë vlerë. Nëse Shqipëria vijon të mbështetet tek turizmi dhe ndërtimi, presioni për rënje mund të vijojë. Një goditje nga jashtë, si kriza apo ulja e turizmit, mund ta përmbysë trendin shumë shpejt. Rënja e euros nuk është thjesht një shifër në tabelat financiare, është një pasqyrë e strukturës së ekonomisë shqiptare, një ekonomi që po mbushet me valutë, por që ende nuk po ndërton një bazë të qëndrueshme prodhimi dhe eksporti. Dhe pyetja që mbetet, a është kjo një forcim real i lekut apo një iluzion që mund të thyet në momentin e parë të krizës? Në fshatin Luzatet e Pelenës u përorua një memorial i muzikantit shqiptar Sulejman Liçaj, ish pjesëtar i orkestrës frymore të Federatës Vatra në SBA dhe themelues i bandës frymore së shtetit të monarkisë shqiptare. Për Sulejman Liçaj, një të shumta në burimet e votuara, emri i tij përmendet me nderim në historinë e muzikës frymore shqiptare, sidomos në lidhje me traditën e bandës kombëtare të Federata Pashqiptare Vatra dhe formacioneve muzikore të periudhës së monarkisë shqiptare. Liçaj i njohur si Su Liçaj ishte një ndër instrumentistët e shquar të frymës që kontribui në orkestrat shtetërore shqiptare në vitet e mbretërisë së Zogut të parë. Ai i përkiste brezit të muzikantëve që u formuan në traditën patriotike dhe profesionale të bandës së Vatrës, e cila luajti një rol themelor për zhvillimin e muzikës orkestrale dhe ceremoniale shqiptare. Në periudhën e monarkisë, shumë muzikantë ardhur nga Vatra ose të frymëzuar prej saj u bën bërthama e orkestrave presidenciale, mbretërore dhe më vonë ushtarake. Su Liçaj ka qenë pjesë e këtij brezi pionerësh që vendosën standardet e interpretimit profesional në muzikën frymore shqiptare. Kontributi i tij lidhet ngushtë me epokën kur muzika frymore shqiptare po institucionalizohej dhe po fitonte profil kombëtar. Nderimi i tij u bë edhe me praninë e vet princit Lekam. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmash. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirëpafshim.